Shpirti yt do të ndjejë diçka sot. Mesazhi që prek vetëm 3 shenja të veçanta. Ka ditë ku energjitë hapen papritur dhe shpirti ndjen valë që nuk shpjegohen me fjalë. Sot është një nga ato ditë ku universi flet më qartë, më drejt dhe më thellë. Diçka në ajër lëviz, një thirrje shpirtërore zgjohet dhe disa prej jush do të ndjejnë një dridhje të brendshme që s'është rastësi. Vetëm 3 shenja preken në mënyrë të veçantë nga kjo energji, si të ishin zgjedhur nga një dorë e padukshme. Nëse ky video të del para, atëherë edhe ti je më afër këtij mesazhi se sa mendon. Sot nuk ka rastësi, ka udhëzim. Luani. Energjia e sotme prek luanin në një mënyrë që shkon përtej logjikës dhe prek thellë shpirtin. Mund të ndjesh një emocion të papritur, një shtysë intuitive ose një dridhje të brendshme që të fton të reflektosh. Një situatë e mbetur pezull mund të marrë qartësinë që i ka munguar. Në dashuri, zemra hapet për sinqeritet dhe mund të shfaqet një dëshirë për një bisedë të ndjerë. Mund të marrësh një mesazh ose një shenjë nga dikush që mendon shpesh. Në punë, një ide ose frymëzim shfaqet papritur, mos e neglizho, ka potencial të madh. Financat lëvizin drejt stabilitetit, por kërkojnë kujdes ndaj shpërqendrimeve. Sot shpirti yt kërkon vërtetësi, qartësi dhe dritë. Ndiqe intuitën është më e fortë se zakonisht. Universi po hap një kapitull të ri për ty. Peshqit sot preken nga një energji e thellë shpirtërore që sjell qartësi dhe emocione të buta. Mund të shfaqet një ndjenjë e fortë, një mendim i papritur ose një sinjal që të lidh me një kujtim ose një person të rëndësishëm. Intuita është e fuqishme dhe universi të fton ta dëgjosh pa frikë. Në dashuri, një emocion i vjetër mund të rikthehet, por jo për dramë, për shërim. Mund të marrësh një lajm që të hap një derë të re. Në punë, një frymëzim i vogël mund të bëhet një mundësi konkrete ditët e ardhshme. Financat kërkojnë qetësi dhe planifikim, por energjia është pozitive. Sot shpirti yt merr një sinjal që e ke kërkuar prej kohësh. Mos e injoro, është rruga drejt një zgjidhjeje që po vjen. Gaforja. Dita e sotme prek gaforen me një valë të fortë emocionesh, kujtimesh dhe sinjalesh shpirtërore. Mund të shfaqet një ndjesje e çuditshme, sikur dikush po të thërret ose një energji e brendshme të shtyn drejt reflektimit. Një kujtim i vjetër, një ndjenjë ose një lidhje shpirtërore mund të rikthehet për të shëruar. Në dashuri, dita sjell sinqeritet të thellë dhe afrimitet, një moment për të thënë atë që ke mbajtur brenda. Në punë, një ide e qetë, por e rëndësishme, të jep drejtim për ditët në vijim. Financat lëvizin ngadalë, por drejt stabilitetit. Sot shpirti yt është i ndjeshëm dhe i lidhur me energjinë universale. Mesazhi që merr nuk është imagjinat, është udhëzimi që ke kërkuar. Ndiqe me besim. Nëse një prej këtyre energjive e fjeti shpirtin tënd, mos e lër të ikë. Shkruaj në komente. E pranoj mesazhin e universit dhe hap portën e energjive të reja. Mos harro. Like, subscribe dhe shpërndaje videon me dikë që ka nevojë për këtë dritë.